nga Spitali Tramës, i drejtohen prokurorit Gatshën, prokurorisë Tiranë. Të vinë në vendngjarje që sekuestroj kamerat përballë kryeministrisë, kuvendit, institucioneve rreth kuvendit, kullave binjake dhe piramidës. Të hetoj me përparësi këtë çështje, pas janë dhunuar të gjitha të drejtat kushtetuese të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Jemi prej 28 ditësh në shesh, nuk na kanë lidhur energji elektrike, nuk na kanë lënë asnjë lloj mundësie që ne të protestojmë të lirë. Na kanë sekuestruar për disa herë në padrejtësi totale, në abuzim, në kundërshtim me ligjet fuqi, generator, pajisje. Sot gjithashtu i kanë dëmtuar tërësisht të gjitha pajisjet e dhuruara nga qytetarë të ndryshëm të Republikës së Shqipërisë që jetojnë tu apo që vinë nga jashtë. Nuk lejohet dhuna nëse qytetari kërkon të drejtën me fjalë. Ne ishim thjesht të ulur brenda çadrave, të cilat i kemi lënë për të mbrojtur nga kushtet atmosferike të rëndura që janë përgjatë kësaj jave, pasi e gjithë java është shi. Kjo mund të verifikohet lehtë edhe nga të gjitha programet meteorologjike. Urojmë që njëherë e përgjithmonë në këtë vend të vihet drejtësi. Është e patolerueshme që uniformat blu gjatë ushtrimit të detyrës të qëllojnë në mënyrë barbare protestuesit. Sigur të jenë terroristët i dinë ata ku janë, narkomenët i dinë ata ku janë, trafikantët i dinë ata ku janë, se bashkëpunojnë vetë me njëri tjetrin. Ne jemi njerëz të lirë që kërkojmë drejtat tona, kërkojmë ato lek që janë vjedhur këtij populli, mbi 1 miliard euro vetëm në këtë vit të timi, i kthehen qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe të japin drejtën që të protestojnë.